mosvajtjen në faljen e xhumas edhe me të qenit i pranishëm në festën edhe në gëzimin e Bajramit. Me gjakun, me farefisin. Ne kemi traditë mirë, për shembull që shkohet për vizita, domethënë janë rikthyer edhe një herë këto traditat e vizitave me rastin e Bajramit. Po, dhe sepse sistemi na la me vizita vetëm për vitri, e ke parasysh? Sistemi. Po. Ndërkohë që kjo vizita bëheshin edhe ditën e dëshmorëve. Po, edhe ditën e dëshmorëve. Shkoj tek familjet e dëshmorëve se atje kishte mundësi të kishte edhe ndonjë moll ose ndonjë dardhë më shumë. Ose dita mësuese. Po, është interesante, sepse në mjedisin shqiptar... Atër dallimi edhe njëherë, mes dy bajramëve është se atje ka kurban. Pra tek bajrami tjetër, theret një kurban, edhe shpërndahet një pjesë për vete, një pjesë dhurat dhe një pjesë për të varfrit. Jo te bajrami nesër. Kurse ky nesër nuk ka, ky thjesht ti nesër është mirë ndryshe nga i tjetri, që të hash diçka parë se të shkosh me fal bajramin. Ndërsa tek ai tjetri mos ha asgjë derisa të therrësh kurbanin. A është e kushtëzuar, duhet domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht, pra preferohet. Jo domosdoshmërisht. Gjëja e parë që ta nisësh le të jetë mishi i kurbanit atje, kurse këtu dil për të fal bajramin, mbasi ti të kesh ngrënë diçka. Pra domethënë që të kuptohet dallimi mes ditëve të Ramazanit edhe ditës së Fitr Bajramit. Ka një mjedis komod për ju që jeni ushtrues të këtij profesioni, që në mjedisin shqiptar toleranca e ka bërë që festa e tjetrit tjetë dhe festa ime, ose festa ime tjetë dhe festa e tjetrit, në kuptimin që nesër nuk festojnë vetëm besimtarët musliman, nesër festojnë të gjithë qytetarët shqiptar, pavarësisht se në zhbesim janë me respektin e festës besimtarëve, duke shkuar në drekën e tyre, dhe kjo është një... Kjo ja u bën të lehtë. Jo, kjo është një amanet që na ka lënë të parë që duhet ta ruajmë si sytë e ballit. Sepse ndjenja kombëtare, ndjenja e dashurisë duhet prevoloj në ndasitë që ne kemi. Gjithë secili adhuron Zotin sipas formës të tij, sipas asaj që ai beson. Është një raport shumë sekret mes asaj që njeriu domethënë ka brenda vetes tij dhe arsyes tij. Ndërkohë që ne kemi një amanet, le të themi, të gjithë së bashku që është të ruajmë, domethënë këtë bashkëjetesë, këtë harmoni që na e kanë lënë me shumë mençuri dhe me shumë... Është një investim i madh i bërë ndër breza që duhet të ruajtur. Dhe nga ky investim buron amaneti që thatë ju për ta ruajtur dhe për ta konsoliduar, për ta çuar më tej. Jeni xheloz në kuptimin e faktit që ka një trend, ka një tendencë për të konvertuar besimin, për të bërë i krishterë, siç ka ndodhur për shembull në disa zonat. Ajo që është e bukur, në përgjithësi trendi botëror, sot pavarësisht teknologjisë, pavarësisht shkencës, pavarësisht domethënë futjes tepër thellë, le të themi në IT, trendi botëror sot është drejt besimit, nuk është trendi drejt humbjes besimit. Ky është trendi. Ne e shohim xhamia për shembull. A u hap xhamia namazgjas? Presupozohet që në të gjitha xhamiat e Tiranës kishte rënje. Ka më shumë. Ka më shumë. Por kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është kudo. Trendi është drejt besimit. Pastaj, mënyra se si njeriu e sheh, për këtë arsye thash, është një raport shumë i veçantë mes asaj që njeriu ndjen në vetveten e tij nevojën për Zotin, atë e ka çdo njeri, nuk i shpëton dot askush, edhe pse mund të ketë pushtetin, edhe pse mund të ketë gjithçka, ai brenda tij e ka të nevojën për një fuqi mbi të gjitha fuqitë. Pastaj mënyra se si ai me arsyen e tij e krijon këtë raport është pikërisht klasifikimi i tij ose futja e tij